juve ju vëllezër është ky hadith. Tregon Aisha radhiyallahu anha thot: "Dakhala alayya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dhata yawmin فقال هل عندكم شيء فقلنا لا قال فإني إذا صائم." Tregon Aisha radhiyallahu anha thot një ditë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka i thot në dhomat tona, do të thonë dhomat e grave të pejgamberit, dhomat e grave të dërguarit të Allahut, nanave tona. Dhe i ka pyet pejgamberin: "Hal indakum shay'un?" A keni diçka për me hangër? Ata i kanë thonë: "Jo, nuk ka për gjatë." Pejgamberi ka thënë: "Inni idan saimun." Kështu që ka thonë: "Prit që tash unë jam agjërueshëm." Dobit e këtij hadithit të nxjerrimi një kanë janë. Gjëja e parë, shtëpia e profetit sallallahu alaihi wasallam nuk ka pas ushqim. Dhe kemi këta që kur ai ka thonë: "A ka diçka me hangër?" Që do të tregon që pejgamberi s'ka pas kur me hangër. Po ka pyet, se njëri kur e din që ka në shtëpi, a pyet nëse na thon, "A ka e din ai thotë, ore du ushqimin edhe u kry." Nuk pyet. Mi po pejgamberi ka pyet, nga se shtëpia e profetit nuk ka pat me hangër, subhanallah. Gjëja e dytë, dobia e dytë është edukata e profetit. A ka diçka? Hal indakum shay'un? I më thonë: "Hati, ana uridu, bërë këto, unë du kështu." Ka pyet, a ka diçka? Edhe në shpejt për të himi, nuk ka nevojë të thonë: "A ka bërë këtu më shpejt?" Jo, pyet, a ka diçka? Në mënyrë më të mirë, me edukatën më të mirë, me pyet familjen që a ka marrë nëse me hangër, e ju mi bërtit e mi bo. Sjellja e profetit nuk ka qenë një gjë të tillë. Dobia e tretë ju vëllezër, niyetja e xherimit gjatë ditës. Që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam gjatë ditës me ban niyetin. Po thotë çka? Idan fe inni saimun. Atëherë unë jam agjërueshëm. Këtu e ka pejgamberi sallallahu alajhi wasallam qëllim, dhe ulemat gjithë e kanë këtë mendim, e ka për qëllim niyetin nafile jashtë Ramazanit, lejohet nëse s'ka hangër prej mëngjesit, prej sabahit, kur gjoj heq, edhe shkan shpe, edhe shën që familja s'ka marru kur gjoj heq, tu unë jam agjërueshëm. Unë jam agjërueshëm. E këto ulemat e kanë shti krejt, ulemat e kanë shti mendimin për çështën të nafiles. Nëse të çështës obligative që është Ramazani, nuk hem në këtë mesele. Mirë, në këtë mesele çka mundet me hi? Në këtë mesele mundet me hi ismuti, kur e din vete që sun rrim, pa barna, pa kur gjoj heq, një nuk hanë e thua: "Zot, të thuj zemrën teme, po agjeraj thuj, po agjeraj." Nëse i shnoshi nuk hen në këtë hadith. Dhe e fundit të ju vëllezër, zuhd. Në gjuhën arabe zuhd, që da më thonë, me jetu modest, me jetu njëri i thjesht, me jetu që dynjan e ki ndorë dhe jo në zemër. E pejgamberi ka jetu një gjë të tillë, u ka njëri zuhd. Ka jetu, da më thonë, dynjan e ti ka qenë në dorë dhe jo në zemër. Allah në avuh të atin që me jetu me këtë hadith, ja Rabbul Alamin.